Do ta fillojmë direkt me makinën e të vërtetës. Ronaldo. E kemi mik makineri. Të drejtën, i pëlqen të jenë këtu. Ah, sa bukur, makina të vërtetës? 500 ndeshje kampionati shqiptar, më tepër nga 500. Në fakt, Elvisi na përshëndetje. Përshëndetje, mi gjeta. Ti po vesh një fanell, e cila vdo vetëm trofe. Po t'ishte dhe kjo Tirana aktuale kapiten. Garantoj me jetë që unë nuk do isha dakord me këto lojtarë që kanë marrë. Se nuk është çështje vetëm me lekë dhe Bostovitjen dhe del bukur bot tatuazhe. Një lojtar i Tiranës, edhe në rast se Tirana se paguan për një periudhë, do t'ja bëj këtë dëm në Tiranë se rrekoj lekët me gjyq. Nuk kam nevojë për të marrë nga klubi. Unë jam i gatshëm që nesër me shku me ndihmu klubin tim. Hello friends of Andeles. Përshëndetje. Po nga që ky podcast ka filluar ndiqet dhe shtetit unë e bëra përshëndetje për gjithë miqtë tanë që na ndjekin nga Antarktida dhe vendet e tjera. Konnichiwa. Çfarë janë këto? Arigato gozaimasu. Nëse dëgjove diçka, është loja jon. Është loja se ç'ke bër me kapulla, se ç'ke bër me gjëra. Do ta fillojmë direkt me makinën e të vërtetës. Kush e ve këtë dhe gënjen janë nxjerr pak. Shife pak, më bëj një pyetje. Që të gënjesh? Po. Ti je bjond. A je bjond? A je bjond? Jam bjond. Makina të vërtetës ka defekte. Jam bjond, por i kam lyer flokët brun. Makina? Okej, dakor. Do më thot tani nuk jam bjond. Që kemi... E shikoni, e punon. Po, ka pak delay. Po pak të përgjigjet për të vërtetën. Po hajt po i besoj. Dikush që po merret me komandat e makinerisë dukshëm, e ka idenë se çfarë po bën. Departamenti i thumbnailit. Jam unë që kam përgatitur pyetje për ty. Do të unë vendos Por të. bëu gati. Pra, unë do them po ose jo. Dhe kjo do thotë nëse unë gënjej ose jo. Ajo nuk gënjen. E vetmja gjë që nuk gënjen këtë planet është ajo. Lojtari më mirë në botë është për momentin. Për momentin. Më i mirë në botë Kylian Mbappé. Ja, po gënjen. Truri jot po gati të gënjen. çaj dorë. Jo, thotë vërtetë ka mendon. Si rrjedh rrjedhimisht. Thotë vërtetë ka mendon. Mbappé mendoj. Po nuk e dhe, ke korruptim. Thotë vërtetën. Ke jo, se mendoj fare. Thotë vërtetë. Ti do themun një vërtetë, nuk e them atë. Tregoj si, thotë vërtetë ka mendon. Mbappé mendoj seriozisht. Thotë çfarë makina. Ja, refuzoj historikisht. Ta testoj makinën. Prit testoj makinën. Por çfarë po ndon? Nëse them Jamali. Çfarë do thot makina? E vërtet. Matho, lajmi me titra. Matho mendon që Jamali është lojtari më mirë në botë për momentin. Makina është miku i Florit, është kështu subjektiv. Pa, ha? Në gjithë historinë e futbollit. Ha, mom. Cili është më mirë, Messi apo Ronaldo? Po i ka putallavë vetë Ronaldo. E kemi mik makinerin, harroje, s'ka shans. Ti mendon që Messi është më miri? Ronaldo, 7 shkallë më poshtë, pastaj vjen Messi. Nëse çmend makineri duke një. Pa, makina është objektive. Pra Matho mendon që Messi është më i miri, vazhdojmë. Ke fut mik. Cili është lojtari më i mbi vlerësuar në botë? Më i mbi vlerësuar. Prisë që ka pyetë më thellësh mendoja. Më i mbi vlerësuar. Por se më bëre pyetje shumë thellë, nuk kam përgatitur. Unë nuk jam për sektira. Aktualisht. Po, apo në histori? Jo, aktualisht. Aktualisht më mbi vlerësuari. Më mbi vlerësuar aktualisht. De Jongu më shok. De Jongu jot. De Jongu bu. De Jongu më. Gabim. Gabim. Po De Jongu është. Po thënë gjë vërtet, sa gënjek edhe ti po. Po De Jongu, se kush është? Ku po të ndodh të them më mbi vlerësuar? Po thuaj, ku diun një emër tjetër. Nuk është De Jongu, pra ti nuk mendon De Jongun. Dukshëm ti nuk mendon për De Jongun. Jamali është mbi vlerësuar. Na. Jamali. Na. Jamali është po ik. Po thuaj ndonjë gjë të vërtet. Miq, më falni që u kam një bashkëmoderator që gënjeka kaq shumë, se duhet makineria me nxjerr paca tipa që gënjen ja. Duhet shumë mirë që unë nuk gënjej, makina thjesht është korruptuar. Ke fshar ndonjëherë lojtar në stadium? U prek makina. E kishte për atë. Ke fshar ndonjëherë një lojtar në stadium dhe mbrapa ke kërkuar foto me atë? Ja. Nuk e ke bërë këtë veprim. Po ja që pas ke bërë. Ja. Që kam sha, po sa kërku foto, se për çaj kam sha me shpirt. Okej.
Ke bër... U të regove, për herë të parë të regove sinqert. Bravo makina, shumë e saktë. A ke bërë ndonjëherë tifo kundër ekipit tënd për shkak të një loto që kisha vënë? Ja. Jo, dhe do të argumentoj. Ja. Prit të argumentoj se kjo vlen për të argumentuar. Se ti nuk, shoh që ti nuk e luaj skedina, nuk para lu. Shumë pak. Legjendat thonë, në skedina mos luaj kur skuadrën e zemrës, ajo djeg për herë. Dhe kur nuk e luaj skuadrën e zemrës, ajo djeg për herë. La kam luaj 2 euro bona me ata. Girl. Imagjino, jam duke marrë këshilla nga dikush që ka tasin e frutave në kokë, ku po shkon jeta ime nuk e di. A do pranosh tani publikisht? Mos e bëjë pauzë ka gjatë në treme. Që pa arbitrat Reali do kishte vetëm gjysmën e arritjeve që ka. Lesh, as se ka shansin. Reali është madhështor. O ma do mos gënje bu. O ke po miko shok. Mos gënje ka shumë pa. Ke pagu testin, laptopin. Ke pagu laptopin. Ke pagu laptopin miku im. Po, wow, Ke pagu laptopin. Çka pa kod. Ke pagu laptopin miku im. A do pranohet i madh thon? Që e dashura thot, e dashura që do kesh një ditë. Të thot, nuk dua më futboll në jetën tonë, ndryshe nuk pranoj. Ja, se ka shansi. E dashura do jetë. Si jo, faleminderit. E kam një futbollin para saj unë. Mashkulli dobët. Ja. Ajo e di shumë mirë që po më zgënjen. Ajo dëgjoj. Tani se tani po bën të rrëfej detaje. Ajo e di shumë mirë që nga e premtja mas dite deri të honën para dite unë jam i padisponueshëm, sepse ka futboll. M'fal, dhe është e qartë kjo gjë. Nga episodi i fundit që the nuk është vetëm 1 po janë 4, ka ndryshuar diçka? No comment. Se kom me makineri tu me vete. No comment. No comment ashtu shke. Ma thot ti ke 4 të dashura? No comment. Ja. Bravo. A e pranon ti që ndonjëherë flet kot vetëm për të marrë pjesë në debati ndaj meje? Ja. E mohoj kategorikisht. Ke fut mik dy herë. E mohoj kategorikisht. Ma tho. Po pyetje ke bë më shok. Qetësou. A të duket ty nga presioni të duket shumë. Tani, a e pranon që ti gjata me këtë? A më shkon shumë? Nuk po jap koment fare. A e pranon që ti ke idhull një lojtar që qan për penallti? Nuk qan për penallti. Unë e di për këtë lafi ti. Po e kam idhull Ronaldon. Ore nuk qan për penallti Ronaldo, është keni qartë të gjë. Njeriu kërkon të maksimizoj kapacitetet e veta, kaq. Mantho, a je... E ka bos kaleta, nuk ka asnjë gjë. Se kam pyetën, reflektoj me veten. A je shumë krenar që bën bashkëmoderim me një nga personazhet më të fortë në Shqipëri, i cili është moderatori më i mirë i futbollit dhe vetëm në Shqipëri, Flori Thamaj? Po, jam shumë krenar. Në vërtet? Tregom me njerëz sinqert. E po makineria ti nxjerr vërtet atë pa. Makineri kishte fut mik Flori aq fuqishëm sa nuk e di. Jo, nuk bëhet fjalë. Edhe ke doganat nuk duhet nuk i gjej kaq. Tani bëhemi gati për të kaluar te pjesa e dytë, ku nuk do të jemi vetëm te pjesa e dytë. Por se po të shifra çuditshëm. Tani është rradha makinerisë së Florit. Po ne nuk e lam të kishim pyetje edhe ti. Unë di që ti se le, po me që vetëm një bëj. Mi makinerin, mik dhe Marceli regjisorin, mik gjitha. Vashir çobo. Siç e the edhe ti për makinerin miku. I thëni po gjithë kundër meje sot. Siç e the edhe ti për futbollin, unë kam një Marcelin para te, kështu që. Na, ta moj makineria. Nëse a bën njëra të gishtë. Mirë, dakor, të pranojmë. Tani është dhava ime. 10 pyetje kam bërë. 10. Come on. E para është: a e pranon ti që Reali Madridit është skuadra më e mirë në historinë e futbollit? Nëse mbreti që ka dhënë 7 trofe nuk do të ishte, do pranoja që ishte. Por jo, Real Madridi nuk është ekipi më mirë në futbollit. Flet makineria? Mos t'ja fusti kot se ai vetë di që Real është skuadra më e mirë në botë. Se më derdhi ujin. Edhe ai vetë di, mos më luni menç. 36 La Liga, 15 Champions, dhe ai vetë është ndërgjegjshëm. A e pranoni që Will Ethiza është më i miri në botë? Zoti mos. Është një makineria nuk gënjen. Ecim. Pritjen e parë, ke fut shumë një të fortë makineria. Jo vallai. Thellë në shpirt. A është propozim dashurie? Kujdes makineria.
Thellë në shpirt. E pranojnë që Messi ka disa topa të artë të pamerituar? Messi, jo që nuk ka të merituar, pa meriton 16, edhe 8 tjerë duhet i ketë. Ha! Mbaje! Jo 16. Mbaje! 17 meriton. 17 i meriton. 17 i meriton. Mos më loni meç për vlla. Jeni shumë subjektiv në këtë debat. Po më ka po flet se ke ty inteligjencë artificiale. Po. 17 topa të artë. Shife. Shko mor. Dinosauri. Nuk gënjen ajo. Ja ta Janë shoh. mësuar nga ne ata që kanë bërë ato. Po si. Thellë në shpirt prap. Do e dëshiroje Ronaldo te Barcelona në kulmin e tij? Me thënë të drejtën, do doja vetëm për një fakt. Do doja të shifja Messi dhe Ronaldo të njëjti ekip. Vetëm për këtë do doja të shifja. Ja u tregua njëri sinqert jetën e vet. Njëri sinqert jetën e vet. Nuk i njeh. E donte. Pra, që punon mirë makineria? Pra, lajmi kryesor. Thomaj 2 pika. Do doja Ronaldo te Barcelona. Kjo është thelbi i gjës. Gëzuar. Ka kyse, ka vuna të në kohë tani, që keni? Po mendoja diçka, po mendoja. Lëri Morti. Këtu përgjigje. Gati makineria vërtetës, gati ti? Jude Bellingham është më i mirë se Pedri dhe se De Jong. Nuk ka shanse toka dhe qielli të bëhen bashkë, nuk është më i mirë. Jo, Wow, plako është subjektive dhe është jeni bërë palë kundër meje. Inteligjencë artificiale shife, nuk gënjen, shpet dinozaurin. Asaj kodont. Më luti me që inteligjencë artificiale. Nuk jeni subjektiv i nderuar. Inteligjenca ajo ti. Për tani po ikin nga Barcelona për dalë në tema tjera. Tu je pak Barcelona, pak jetë sociale. Sa dushti. Ke lënë ndeshjet të Barcelonës pa ndjekur sepse ke dalë me një vajzë. Makina këtu mund të më deri në balë. Se ti mendova se do kesh në Barcelonë, po jo? Por e kam bërë. Si, qa gënjeva? Si gënjeva, kam bërë. Më do të filmin gënjeu? Jo, e kam bërë se më dëgjoj. Nga që dalë në erë shtunë e dilë dhe i bje që lunë dhe Barcelona do njerë detyrojmë që dhe ta lese. Atëre kemi shtunë e dilë, kemi një kotë lirë. Po gënjen miku im prapë. Makinat vërtetës prapë. A e besoj ke makinat vërtetës. Mbaje. Ndoshta ka pat dhe ditë jave që ka qenë me Champions, pra ndoshta kam dalë marrë punë. Bravo. E po kam dalë për ditë pra. Kam dalë për ditë. Okej. Mirë, pyetja radhës. Ku jam? E 6-ta. Këtë e kam përngacmu pak. Dia për ngacmim, Flori. A të ka ngelur hatri me një lojtar ose trajner që nuk ka ardhur në podcast? Ta kam ngacmuar pa? Jo, hatri nuk ka ngel se edhe nëse ka pa dikë që ka thënë, për shembull nuk vitet këtë javë, ka ardhur 2 apo 3 javë më vonë. Se më thon të drejtën, i pëlqen të jenë këtu. Sa bukur makinat vërtetës? Qartas di. Mirë. Po e le pa koment të përgjigjet. Ndoshta edhe nuk i pëlqen ai shumë, por prap vin. Knaqa. Bravo. Ecim tek pyetja tjetër. Edhe kjo është ngacmuar pak. A ke pasur të ftuar në podcast që ke thënë nuk do e marr më këtë? Ma thon me atë dorën që ka vënë aty. Ç'ke vor po? Kjo makineria kush e di, çfarë po nxjerr. Të të rrit tensioni liku. Pa që jo pyetjes. Jo, nuk më rrit tension. Jo, pyetja është tjetër. Do ta heq. Unë anulloj lojën. Është autori. Pyetja se ka nevojë për. E kishte nevojshme. E ka nga. E ka goditje, e ka. Po. Më falni, edhe një herë makineria së vërtetës. Pyetja është: A ke pasur të ftuar në podcast që ke thënë nuk do e marr më këtë? Kam thënë, vallai kur ka ardhur ti vjet, më thënë drejt ka ardhur si i ftuar vitin e kaluar. Aq shumë ke fol, sa nuk e lën as bëja pyetjet. Sa bëjmë pyetjen më përgjigjen e pyetjes që nuk e kisha bërë akoma. E thash unë ta marr më kët. Dhe ja ku jemi sot. Nuk gënjej. I sakt. Pyetja e 8. Silvinho është trajneri më i mirë që ka pasur Shqipëria. Ndër më të mirët për mua Debiazi është më i miri. Makina?
Pra ti beson që De Piazzi është më i mirë se Silvinho? Po, kur edhe peshorët e dyja ishte i parë që na çon Europian, prandaj mendoj që është më i mirë De Piazzi. Unë jam te Silvinho, po ti qof. Nuk thash që është i keq, unë thash më i mirë është ai, ky është i dyti. Bëuni gati. Okej, ndoshta edhe kush ka qenë? Edhe Arihan ka qenë shumë mirë, i treti Silvinho. I treti nuk po bën debat sot, po ta kursej. Makina e tha. Makina me Morris. Etim. Pyetja e 9. Një mes Tiranës dhe Partizanit bie nga kategoria këtë vit. Nuk kam dëshirë, Po apo jo, miku im? mendoj që po. Makina së vërtetës? Ata mendoj të unë. Një ato dia do vi. Do doja që ta nxirrte gabim këtë po. Nëse makina e di ka sa del kampionati i fundit çfarë ndjen do kenë ekipe. Ja, nuk e di makina, jo, po Oh! Nare! Por s'po, drejta rrugë janë të dia. Jo, njëra o tjetra është duke rrezikuar, kështu sidomos Tirana për momentin, po mbetet për të parë. Dhe pyetja e fundit, më e rëndësishmja. Po për çfarë po bën kaq përgatitje? I ke rënë pishmanit që më more si bashkëmoderator në podcast? Çdo ditë dhe më shumë. Çdo ditë, çdo orë, çdo minutë që kalon. Sa drejt i dhe, sa drejt i dhe. Duro. Le çik vetëm me këtë makineri, se kam sa rrëfime për ditë. Por kuptoj më mirë vetë. Ka që pyetjet e mia Floro. Të vërteta tona nuk mjaftojnë se duhen sa të vërteta dhe nga një legjend e një ekipi të kryeqytetit me që e përmendëm tani, prandaj ndiqeni pak me këtë do jemi pjesën e dytë. Dhe tani në këtë pjesë të dytë, ju e dini nuk jemi kurrë vetëm, jemi me një të ftuar, dhe një të ftuar jo normal, po legjendar po themi, 500 ndeshje kampionati shqiptar, më tepër nga 500 në fakt. Elvisina, përshëndetje. Përshëndetje, jemi sy gjithë. Tani kënaqësi të kemi këtu në kampionatin shqiptar ti ka luajtur 500 ndeshje. Na trego pak ky rekordi jot si është. Shiko, edhe vetë nuk e dija që kisha 500 ndeshje, them drejtën, por ajo që ka bërë që ti bëj të 500 ndeshje ka qenë forma mirë fizike, them drejtën, dhe regjimi i tepërt që kam bërë që pa regjim nuk mund të arrish gjitha këto. Është një gjë shumë e bukur sepse tani që që e kam kuptuar që kam luajtur ka shumë ndeshje dhe vetes nuk më besohet. Janë shumë. Po, a kishte një sekret kjo forma jote, pra ndoshta më tepër stërvitje apo isha vetë i përgatitur fizikisht? Shiko, që të bësh këto, domethënë jo unë personalisht, por kushdo që nga që merret me sport, nëse bën regjim të mirë, nëse të stërvitesh mirë, nëse nuk abuzon, është krejt normale që mund t'i arrish. Çdo gjë mund të arrihet në këtë botë, vetëm thjesht të duhet vullnet, regjim dhe disiplinë. Këto janë tre gjëra që janë të padiskutueshme për të arritur majat. Përveç këtij rekordi të ndeshjeve me fanellën bardhë blu, po them, ka edhe një tjetër rekord në kampionatin shqiptar i pathyer akoma. Më shumë trofe nga gjithë lojtarët e kampionatit shqiptar. Sigurisht ekipi i Tiranës ishte një ekip me emër, fryma që kishin lënë ato lojtarë që kanë qenë më përpara nesh. Vazhdon të ishte akoma dhe ne e morëm dhe ne atë frymë dhe vazhduam të kemi prop akoma atë frymë. Fryma do të thotë që ti fillon vesh këtë fanellë dhe kjo fanellë është e barabartë me tituj. Domethënë ti e vesh atë fanellë për të fituar tituj, nuk e vesh për fanellën me kaluar radhën. Dhe kjo ne këtë gjë e arritëm dhe e kemi nderuar këtë fanellë deri në momentin që kemi lënë futbollin. Në momentin që ke lënë futbollin, po si e nise, kur e nise, nga të erdhi dëshira për ta nisur? Atëherë, unë jam lindur në Sauk. Kështu thon katonar Tirana. Por them të drejtën, Sauku vet ka qenë një brez njerëz që ishin më të rritur se unë. Dhe kishin vetë Sauku kishte një ekip. Unë kam qenë fëmijë atë kohë. Dhe shikonim ndeshjet që sepse fushat kanë qenë në të gjithë vendin, kanë qenë fushat që qenë kohën e verit. Qenë fushat e futbollit që luanin klasat, shkollat etj etj. Po ndërkohë që mas ditëve luanin për shembull të rinjt me të vjetrit të Saukut. Po ti kur je fëmijë dhe ti s'kishe çfarë bëje sepse normalisht ti rrije kishte një tip tribune aty, tribunë, ishte shtufa, jo po. Ato shkallë. Si tribunë, po. Edhe ti e shikoje ndeshjen. Ndërkohë që i them babës tim që oba se
domethënë mendimi i prindërve të mi ishin të filloja te Pallati Pionierëve për pjesën e një vegle muzikore. Instrumentist. Po, me fillu një vegle muzikore, mund të ishte violinë, mund të ishte jazzi apo mund të ishte piano, diçka tjetër, po edhe I them që duhet të filloj futbollin. O tha që të bësh futbollist tha duhet ta masësh mirë, duhet ta masësh mirë, po mos kemi llafe kur më thon kështu. Mirë, po I them që ore, më kam qejf shumë futbollin se edhe luaja me shokët e kështu dhe. Çfarë moshe ke qenë pak a shumë? 11 vjeç. 11 vjeç. Po, edhe më tha që po, okay, kam një mikun tim që do ta flas me të. Edhe më vjen mas 2 ditësh më thotë kam fol tha me atë shokun, tha do të çojmë te Tirana. Ti Tiranë doje që në fillim besoj. Po, ti thash. Më tha do të çojmë te Tirana, ai një trajneri tha, trajneri ka qenë Shkëlqi Muça, ne ishim me pionierët atko. Kam shku e kam bashkë me, ta them dhe emrin, është Tritan Kokona. Që ne e përshëndesim se na bëri nder që të futim futboll. Jo më lart se sot e kam takuar dhe domethënë gjithmonë është një njeri shumë pozitiv për mua dhe e takuam për shoqimin. Te Polikumi ka qenë, shkolla fusha që bënin se vite pionierët atko. Edhe babi I tha që shikoj tha një javë, po ja vleti tha. Mirë, tha që edhe ky tha mos lodh, tha se nga sa Ugo deri në Polikum merrja 2 autobusa për shku etj. Okej. Fillova stërvitjen që ti bie shkurt, edhe I tha ai që po çuni ja vlen. Më çojnë llaf që do shkosh sepse po të presin ekip parë se ka nevojë për ty. Unë sapo zhvishesha në Alidem. U vesha prap me biçikletë atje me biçikletë shkoja. Po me biçikletë. Te Skënder Halili. Shkova atje. Do them sigurisht nga emocionet e tepërta nuk dija këtë shkoja se s'kisha kupton ishe fëmijë para atyre. Kam gjetë në dhomë Rafmet Pas, Ben Minga, Agustin Kolën, Kernali Mehmetin, Florian Rizën. Atë pastaj ishin gjithë lojtarët e tjerë që ishin po të them këto emra që ishin emblem të klubit në atë kohë. Dhe më mend që krenari ka ardhur dhe më është ofruar dhe më thotë si e, I thash mirë, si kalove. Thash unë jam nga Trit, thash më kanë lëmbur me ar këtu. Po tha hajde tha. U futa brenda sepse trajneri ishte në dhomë veç. U futa brenda, më tha hajde u lëzhvishu këtu. Aty filloi stërvitja. Ndeshja parë ka qenë në Korç. Në Korç. Ishin në transfer, në Korç. Transfer të Korçare. Po. Debutimi në Korç. Debutimi në Korç. Aty kemi fituar ndeshje 0-3. Por trajneri apo dhe drejtori I klubit, që ishte sipër, që aty fillonte fryma, sepse ti do shkruaj të firmosh kontratën, po. Ti e di çfarë fanellë po vesh? Ai thotë po, Tiranës. Jo, ti nuk po vesh Tiranës. Ti po vesh një fanellë e cila do vetëm trofe. Nëse ti je I Zoti për të arritur me trofe, do ta marrësh gjatë këtë fanellë. Nëse si je Zoti, do hapësh krahun. Kështu ka qenë. Pa fillon e fryma çyke atje, që do firmosë kontratën. Pastaj edhe presidenti patjetër kupton. Pra ka qenë fryma një ekipi që vetëm fitonte pra, si ta them. Ka qenë fryma një ekipi I cili ishte I jetur për të fituar vetëm tituj. Dhe prandaj është sot këtu është. Kuptimi që ka fituar shumë tituj, s'po them për momentin, se për momentin është Kusret Çameti. Është blows, tash keq më vjen që ta them, po më përpara ka qenë deri pa kohë më parë ka qenë që domethënë ti kishe kënaqësi të visha fanellë të Tiranës. Sepse ishte domethënë njerëzit respektonin rrugës. Tash shohin lojtarët me kë lugë me Tiranën, pa më desh. Edhe kjo nuk është e mirë fare. Tirana ka lënë emrin e madh që ka gjithkohë. Dhe unë personalisht nga klubi I Tiranës, vet. Ajo që I kam, domethënë që unë e vlerësoj shumë, sigurisht djersa ime që kam arritur deri aty është vlerësimi I njerëzve që unë takoj rrugës. Sepse njerëzit do kur ty të njerëzit të vlerësojnë, të takojnë, të përshëndesin, të thonë, si nëse unë të njoh apo viso se ti kam pas stadium, ju se kuptoni, por është një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Domethënë që unë, me vërtet, pas kam lënë një shenjë shumë të mirë në kujtimin e ca njerëzve, domethënë jam sjell mirë, jam stërvit mirë, kam shfaq, domethënë një gjë shumë pozitive që këto njerëz më respektojnë. Se negative, s'flet një rrugë. Do të thotë që ama ky legjeni. Dhe përpos respektit të njerëzve në rrugë, vjen dhe një e tillë.
Ma komento pa tani. Kjo është shumë e bukur. Kjo është një këngë e Patimës Rrugës, që e përshëndes. Është bërë në vitin 98-99. Ka qenë një vit që ne i morëm dhe kupën e kampionat. President ka qenë Lutfi Nuri. Dominim total. Ne domon kundërshtar kemi qenë me Shkodrën. Shkodra e rrafën dhe finale për kampionat dhe finale për kupë. Biles finale për kupë ka pa është bërë dhe Romuj në stadium biles sepse pa të shtëna biles. U gjujta me njerëz aty që në stadium, ma gjendje si ka qenë kohë. Por që ai vit ka qenë i paharrueshëm. Domethënë, un kam kaluar shumë kohë të bukura me Tionën dhe apo me sportin në përgjithësi, por ai vit domethënë ka qenë me të vërtet maja. Domethënë ajka. Kur e ngjoj projekt parkon. Sepse di pse? Sepse gjithë çka ishim aty, ishim gjithë shkonin shumë mirë me njëri tjetrin. Shkonin mirë me njëri tjetrin, nuk kishte problematika fare, presidenti ishte në nivelin e duhur, kuptimin që as nuk ndërhyte, pagunte parat, kishte vuca trajnerë aty, njerëz klubit aty, sumerte fare, ai vetëm vite shitën neshin, para neshit kishte neshit të folë me parizonin. Apo me, ku diun, një shteti që kishte neshin. Vite na jep të dorën, thotë çuna, luni futboll. Mos keni merak fare, fituat, keni premio, keni kaq lek. Vite qese me lek. Mbaroshim neshin me parizonin, fituam ne 25 milion, 30 milion lek aty. Në atë kohë 25 milion. Patjetër motivim. 30 milion ka qenë shumë lek. Dhe me ishim lekët, i menim lekët, domethënë dhe ishim ke parasysh. Tani pris kam një pyetje. Se jam kurioz tani. Te këto premiot, si ndahen? Lojtarët titullar marrin çik më shumë apo ndahen baraz? Shiko, domethënë ka qenë kjo, është vërtet. Se nuk e di këtë. Jam kurioz. Jo, është vërtet ajo që ka pas një lloj ndarje kështu, po erdhi një moment që sepse njerëzit ke leku gjithmonë ka një lloj kështu. Dia ka një dëshmëri ndryshe nga gjërat e tjera. Në fillim ishte që kush lunte e kishte 100%. Ai që ishte rezerv kishte 70%, 50%. Dhe trajnera, domethënë trajneri i parë të plot, trajneri i dytë 70%, trajneri i portierëve kishte 50%, e kupton? Qartë. Dhe ne, domethënë, masi ndodhi ja dy herë ky muhabet, pat një kështu pak kënaqësi dhe ti e kuptoje nga mimikat e fytyrës. Ulëm diskutuam gjithë si çuna, jo stafi vetëm ekipi, vetëm lojtarët. Vetëm çunat dhe thamë që domethënë nëse ne do marrim premium më pendojmë secili nga ne këtu janë të barabartë. Sepse kjo është harmonia, kupton? Patjetër. Këtu jemi gjithë barabartë. Sot jemi jam unë në informacion, ai tjetri mund të jetë nesër, s'është nesër, mund të jem unë nesër aty, pse? Kështu që në herë tjetër në momentin që ne do ndajmë premium, se rrogat ishin tjetër që as kishte lidhje. Do ndajmë premium, premiet janë të barabartë. Edhe kështu vendos, kështu marroi dhe s'kishte më problematika fare. Po kjo është një gjë shumë e mirë. Kur e dëgjon këngën, e dëgjon sot sa ditë të këngës kam përshtypjen. Enjoy e kërcej, domethënë në fundin që kam qenë i vallë naftun, isha me nusën biles. Edhe po ishin familje tionase. Njifsha shumë mirë njerëzve aty e njifsha, më njifshin etj, kur vuni kohën tionase se u kthyn gjithë nga çau shpejt. Po, domethënë është një kësi shumë e madhe. Është një këngë që kanë gjitë. Është një, domethënë Tiona ka dy këngë që kanë gjitë. Është kënga e vjetër e Tionës, është dhe kjo e jona. Por kjo do të thotë që është një vlerësim shumë i madh që na është bërë. Është vlerësim shumë i madh. Gjithë jetën do jetë kjo këngë. Gjithë jetën do kujtohemi ne dhe kjo është gjë shumë e mirë. Dhe bëjë jam shumë falendërues Lutfi Nurit, i cili ka qenë sponsor i kryesor i kësaj këngë. Gjithë çunave që kanë qenë atë ekip, që e bën të mundur që sepse ti të bësh një këngë për një ekip do të thotë që ti ja ke bërë zemrën mal dash presidentit, dash njerëzve, dash edhe ja vlen që ti të bësh të këngë për të kujtuar këtë ekip që ka qenë. Madh me që ti solle një këngë, un kam sjell ca foto këtu. Do t'i shohim dhe t'i komentojmë pak nga karriera tek Tirana. Ky është ekipi i donatorëve quhet, sepse ishin 4 donatorë. Secili nga ato kishte marrë përsipër që të sponsorizojë ekipin, por domethënë e gjithë ideja është domethënë të 4 donatorët morën spunton nga El Saidi kur ishte. Për arsye sepse që të bësh një ekip të mirë, ti do të marrësh lojtarë më të mirë. Sigurisht. Lojtarë më të mirë kudo që ishin, u mlodhen nga shumë ekipe. Dhe kujtohet që ka qenë, domethënë, në këtë ekip ka qenë konkurenca jashtëzakonisht e madhe. Tani u do të bëj ca pyetje për këtë ekip, me që ka shumë emra të njohur aty.
Duhet më thuash pak cili ka qenë lojtari më i rrept te ky ekip. Në fushë me kundërshtarin ka qenë Dabulla. Po. Që nuk Më bën abis Dabulla është edhe lushnjar, nuk e di pse do la që rrept. Lushnjarët nuk janë gjithë budh. Jam edhe vet. Lojtarët nuk janë gjithë budh. Lushnjarët si gjitha ne. Ka njerëz që janë budh, ka njerëz që thyn dhe kocka. Ai ka qenë ata që Dabulla. Po shumë. Pastaj lider Dev Muka ka qenë kapiteni i skuadrës. Patushi ka qenë motori mes fushës për shembull që domethënë aty ka lojtarë që ka shumë element. Shumë rrallë mund të vinë Tiranës më. Cili hapte më shumë punë të stërvitjet? Markoçi. Eldo Markoçi. Ka qenë shumë i shpejt, shumë teknik. Pra ata mban mend nga ekipi. Ai sigurisht ka edhe të tjerë, po të marr Markoçin sepse ka qenë lojtar i cili domethënë ishte shumë i shpejt, kishte një sprint jashtëzakonshëm, po të merrte topin, po ta lçonte topin përpara, ti nuk e kapje dot më. Sepse më vërtet ishte i shpejt, ishte teknik, domethënë kishte ca lëvizje që nuk e kisha mundësi për ta arritur. Me që janë të kjo temë, lojtari më vështirë që e përballën karrierën tënde, cili ka qenë? Kundërshtar. Mertens. I huaj. Mertens i Napolit. Po. Asaj nesër boni gol. Ne na boni çorap për fare. Po ishte disi ishte nuk doja ta kapja ta godisja. Doja ta godisja sepse nuk tunë që Mustafa pastaj të them rastin prapë, po atje doja ta godisja nuk e kapja dot. Aq i shpejt ishte. Po që Mustafa ai bëre prit që thotë që Mustafa po tjetër i bëre prit parë. Çfarë ndodhi që Mustafa? Kemi dalë 0-0 këtu. Po e mbajmë. I miraf 4 me 3-0, 4-0 në Utrecht. Dhe këtu kemi dalë 0-0. Po thot vllai që domethënë e mezi e prisja ta kapja. Se ma pat të flish më valla. E ktheve personale ti. Jo personale, po kur ti e shef që ai domethënë moment që ti ishe prapë përballë me atë, ai dy lëvizjet e tij ishte 5 kohë mrapa. Sepse niveli jon krahasim me ato ishte i tillë. Kupton se nuk është çështje ke unë. Se edhe unë po të isha me Holland, fjalët ishte më ndryshe. Po niveli jon ato ishte kështu. 5 hapa para nesh apo. Në çdo lëvizje. Shikoja mbrojtjen e majtë e shifsha të mbrojtës djathtë. Shifsha mos e djathtë ishte sulmues. Sulmuesi e shifsha të qetë mbrojtës. Domethënë që shikoja numrat isha kështu, ç'a bëhet shumë vëlla. E kuptoj ç'a niveli? Por një moment dolin tav. Po dolin tav të drejtën, ja kam fut me bryl, sepse më shmang një moment për ti në krah, e kam kap. E les kam në foto në shtëpi me të. Po pëlqen ky shpirti deri në fund. Pa e kam kapë, them, në atë moment e kapë, u ran tokë, e nxori, domethënë trajneri e nxori pas 1 minuti që unë e dëmtova. Ai e kuptoi dhe ai që ai momente ku ja bolla karton e verdh, thuaj tani e ke Allah. Po e bora karton e verdh. Po e bora karton e verdh. Po e kapë mos. Ishte ke kisha si me duf, e kupton? Më pëlqeu shumë histori pikante që ja mora hakun diku. Do jetë i verdhi më i ëmbël. Ore doja kapë kom se kapë do vetëm më shumë ta kapë. Më herët. Po kjo është ku nesër kupën në Vllaznin që thash që patë rrëmujt në tribunë. Këtu mund të tregoj emra të cilat janë figurat të klubit Tiranës dhe futbollit shqiptar. Po ti vesh ai kputzëve, shikoj kputzët. Njësoj që të gjitha kputzët World Cup. Domethënë me 6 taka, edhe këto kputzët, kupton, që kishim ne, ai burri aty që është ulur me të hyka. Ai ka qenë në kohën e Milan Baçit edhe skënë hykës, afat pas. Ai u merrte me gjithë njerëzit për që rrugëllonte kputzët. Pra kishte detajet më të vogla te Tirana. Ai shikonte fushën, thotë duhet taka kaq. Ishte lut, ka ato vllatakën. Po taka nga ato edhe këtë vonë erdhën pastaj që u futën këto takat që vinin nga Gjermania. Që modernizua pak po. Që ishin alumine kështu, se kanë qenë takat tona, kalçuksi. E disi, ta them eksaktësisht, si gjysmë si qeriu, qeri, ashtu ishte. Po, si ashtu. Po ishte e fortë, është kalçuk, po forma ishte e tillë. Ishte si qeri. Po. Ato njerëz që kanë drejtuar Tiranën përpara, ka qenë njerëz përgjeshëm valla. Ku domethënë edhe këto që janë sot, mos harrojmë që shpenzimet janë 20 fishu krahasim me çka kemi pas ne përpara. Dhe këto janë problematika që ne e shohim gjë nga jashtë ose ju, se unë e di, po ju e shihni nga jashtë thua që si ka mundësi që të përfundojë klubi kështu. Unë mendoj personalisht që klubi ka nevojë për njerëz që dinë të
të marrin vesh nga futbolli valla. Ti s'mund të marrësh njerëz që të blejnë lojtarët apo të bëjnë çfarëdo lloj gjëje në klub, kur ti se njeh, ti s'ke luajtur ditë futboll vet. Ti s'e marr një ditë me menaxhim. Ti një ditë nuk e marr për rasti. Domethënë, ajo e di ku fillon. Fillon qytet punëtori fushës valla. Qytet ajo që rregullon kputucët, që rregullon dhomën, pastron dhomën. Që aty fillon. Kur ti e shef që ai merr, domethënë nga që njerëzit nuk paguhen, njerëzit hinë nga puna sepse thotë valla, nuk kam familje për të mbajtur. Hinë nga puna do i thotë ti tjetër, hajde ti jap ty to lekët, pa hajde futa i vjen me vrap. Po ai nuk e di se çka klubi po punon. Edhe mund ta lej gjën ku diun të pa bër. Pa për e bari. Të thu, ama s'ka për të pa gjë njëri. Por ajo vëmendja që mund të ketë punëtori fushës, dash me fryt topin, mënyra si e fryt topin, sa e fryt topin, e kupton? Apo preja e barit, apo vizimi i fushës, apo marrja e materialeve. Domethënë, janë shumë komponent. Pra thua që fillon nga detajet më të vogla. Ora po te detajet e vogla fillon. Për shembull, mund të them edhe diçka tjetër që këtë e kam vënë re, po është hera e parë që mund ta edhe ta shpreh. Ka diçka shumë të habishme te klubi i Tiranës. Po flas me klubin e Tiranës sepse Patjetër. Më përpara ka qenë që vini lojtar, kam shkuar unë, dhe njerëzit më tregonin që shiko. I shef të fotografitë këtu? Këto kanë fitu këtë kampionat. Kanë bërë kaq gola, kanë bërë kështu. Dhe ti kur i shikon, ti ndërgjegjësohesh në vetvete që shiko se ti po afrohesh ke ky klub, po ke ca përgjegjësi. Se nuk është çështje vetëm me lekë dhe postërvitje dhe del bukur bot tatuazhe. Nuk është kjo. E kupton? Është një lloj krenarie për fanellën. Kjo fanella ka një histori shumë të madhe, po ka dhe karakter. Ka dhe guxim, ka dhe nerv, ka dhe do kesh dhe sharje. Do kesh dhe lavdrime shumë. Domethënë që ti nuk po shkon në një ekip kalçetoje që hajde zjehemi këtu dhe shile nuk flasim më, çansi ka se nuk njihemi më. Po aty është Tirana, kupton? Po nuk ka njerëz më që t'japin në të frym. Si për sportin, si për historinë. S'ke, më thuaj një person që sot në klubin e Tiranës është aty dhe di historinë e klubit të Tiranës. Sepse klubi i Tiranës nuk është vetëm i Tiranës, aty ose presidentit. Apo është i tifozëve, është i njerëzve që janë Tiranës, e kupton? Edhe njerëzve që nuk janë Tiranës, që janë tifozëve të Tiranës. Ai klubi është i gjithëve. Prandaj, klubi i Tiranës nuk ka se deshi është në tur, po, domethënë nuk ka domethënë ti shkon jashtë shtetit, po të kam një rast thjesht fare në Stamboll. Shkon në aeroport, ti ke 4-5 dyqane rresht që janë në distancë me 20-30 metra nga njëra tjetra. Është Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Konyaspor, ku diun. Edhe aty brenda gjen uniforma, shalle, varse Chelsash, ku diun, figurat të futbollit që i kanë kornizë që ti shkon i blen. Po gjithë to lek janë lek për klubin. Pse ti unë se ka këtë punë? Kjo do të thotë kish menaxhim. Sepse ato janë lek që i vin klubit. Po që të bësh të gjën kështu, do të jesh i fortë me ca gjëra të tjera. Kuptimi që do të jesh i fortë financiarisht, të kesh një organizim, do të kesh njerëz që punojnë për ty. Dhe që të arrijë gjithë kjo, ti se bën dot vetëm. Ti po merr ca lojtar tash të huaj në skuadër, se thua do bëj ekipin. Pa i lojtari nuk e di që çfarë fanella ka vesh. Shqyr zotit kanë gjetë mundësi me Evujt Zi kapiten. Jo se kam gjë me Zita, se mos të kesh kuptuar, po nuk i shkon për stadionit fare. Tani, gjatë kohës që po flisje, po vej re që mungonte Tirana njerëzit që e din fanellën. Në dijenin time ti xha je i pajisur me çdo licencë të nevojshme për çdo gjë. Të ka shtrirë dorën Tirana në moment e krizës dhe ka kërkuar ndihmë. Ja. Do ishe i gatshëm ta ndihmoje? Shiko. Kur jemi me shokët, me çunat që ne kemi luajtur futboll bashkë, dhe gjithë na dhem kur e shohim klubin kështu. Patjetër. Dhe kur diskutojmë mohabetin, edhe me njerëz që janë afër njerëzve aty. Kur diskutojmë. Valla, nuk kam nevojë për lek. Unë kam punët e mia, nuk kam nevojë për të marrë lek nga klubi. Unë jam i gatshëm që nesër me shku me ndihmu klubin tim. Por me ndihmu. Dhe jo me fol me ajrin. Më kupton? Pra ti je i gatshëm për ndihmë Tiranën. Kur them për të ndihmu, nuk e them me shku me botranjerin unë. Se ka tjerë para mirë shumë më të se unë. Unë e kam bërë gjithë licencat. E kam filluar të punë, e kam parë që
kjo punë do të kesh 7 styra. Puna e sportit do të kesh 7 styra. Dhe unë se nuk e bëj dot atë punë. Ju them sinqerisht, unë nuk e bëj dot atë punë, sepse kam një fytyrë, kam një reputacion që e kam pas gjithmonë, e kam dhe do ta kem sa të jem gjallë. Dhe këtë mundohem t'ja jap te fëmijës tim. Por e kam lënë këtë punë, i bëra licencat, por duke parë se çfarë ndodh, do të jem larg këtyre gjërave. Jam mirë me familjen time, kam kohë për familjen time, sepse të merresh me punën e sportit, ti largohesh nga familja, s'ke kohë për fëmijët, për asnjë gjë. Sepse ti mund të sakrifikosh, bie fjala, ti mund të kesh një rrogë shumë të mirë. Dhe mendon që shiko, unë me këtë rrogë jam okay për familjen time, jep plotësi gjithë kushtet. Por ti në Shqipëri s'ke as rrogë, s'ke as kushte, s'ke as fusha. Llafe pafund. E për çfarë po? Se ke pasion. E valla, pasioni mbaroi, këtu mbaron pasioni. Tani kam dhe detyrimet vazhdon e tjera. detyrimet e tjera, familja, biznesi që ke familjen apo tjetër. Kështu që kam bërë një zgjidhje të tillë, ndërsa për të ndihmuar klubin, se deri aty desha dole, të dija që për të ndihmuar klubin, unë mund të shkoj tani mboj për çfarë do të gjë, nëse ka nevojë për mendimin tim, unë po nuk kërkoj lek. Pra ti e vetëm për të ndihmuar për të mirën e skuadrës. Njerëzit mendojnë se kushdo që, domethënë, nëse do i themi bëj fjala Elvisit, Dabullës, Patushit, apo Devi Mugës, apo ku diun, X e Y-it. Nëse i themi, do të më i pagu. Valla, nuk kam nevojë për të më dhënë ti lek. Unë duhet ta shoh ekipin këtu. Po, nëse gjërat bëhen siç duhet. Hajde të diskutojmë që të kemi rolin në klub. Po, paga ime është kaq. Po, marr përgjegjësi për atë pagë që jap. Dash për gjithë menaxhimin e saj, për këtë, për atë, sepse një klub futbolli, pse po të kapim për të dalë një gjë të shkurtër. Ti ke Real Madridit. Real Madridit është AIK mbreti i gjithë klubeve të botës. Ti vetëm thjesht të marrësh 1% të atij klubi, por mënyra se si funksionon, ti nuk ke nevojë më për të ashtu fare. Por tu mungon besimi i atij presidenti që është sot. Besimi që ka te njerëzit vërdall. Nuk ka besim te njerëzit vërdall, sepse e di ai që ky do ma fusi, ai do ma fusi, ai do tha kështu, ai do i thotë kështu. Edhe thot më bëj më i larg, edhe thot i dini i bëj vetë se në fund e fare lekët e veta janë. Lekët e mia janë thot. Edhe janë lekët e veta tamam. Por ne si ish futbollistë Tiranës, ne jemi dakord që tani më, se di është 1 milion. 1 milion është që do bësh merkaton? Po. Se të vesh trajner, ke drejtor klubi, do kesh menaxher të pjesën e menaxherit të skuadrës etj. Moment që ti me lojtarët, po, me 5 lojtarë që i ke Tiranës, e thua valla, lutem se kanë hartë lojtarë, do vini të bëshimni? Po. Shërbitje. Një ndeshje, do bësh një ndeshje miqësore, e shohim ja vlen si ja vlen. Se ne s'dum ne jemi pjesë e sportit dhe ne e kuptojmë. Ne duam që të bëjmë lojtarë më të mirë që ti, edhe ti vet, si president, ato lekë që ke tepër. Ti këto lekë do t'i paguash një lojtari i cili ja vlen t'i paguash atij lojtari. Po, kaq. Dhe unë për këtë punë, unë nuk po të kërkoj as lekë asgjë. S'ka thon kur gjë njëri. Din ti zgjidhin vet. Nuk kanë thënë asnjëherë për ndihmë, çuditshme është. Pas nuk ka një lojtar i cili është lider. S'ka. E di ç'do të thotë kesh një lider në skuadër? Lider lind, nuk bosh valla. Lideri e mban e tërë skuadrën zvarr. Sepse ai bën bash grupin, jep një frym tjetër. Ai ku duhet kuptojë se kush është klubi, domethënë sepse kur thua lider, ai e di shumë mirë se si funksionon klubi. Për t'i dhënë frymën e duhur këtyre lojtarëve që luajnë. Por ti kur s'ke asnjë lider, ai që mban në shina grupin, po themi. Po shiko, grupi ka një shtyllë kurrizore që është mbrojtja mes fushës sul. Janë 3 pika. Këto 3 pika, këto që janë anësorët, kushdo që të vi, këto janë kalimtarë, ikin. Po 1, 2, 3 do të jenë shtyllë kurrizore. 3 veta, 3 lojtarë. Janë shtylla që të cilën mban ekuilibrin. Po të ishte dhe kjo Tirana aktuale kapiten, a do kishe një lloj mbledhje me vetë lojtarët, pra po them që vetë lojtarët ta dinin më mirë grupin apo fanellën që po luajnë? Kam vështirë do ngjiren në fush duke u lëritur lojtarëve. Patjetër, trajneri në fush. Kjo puna e ngjirjes, unë jam ngjirë më përpara se kur të ke qenë lojtar dhe më të mirë se këto që janë këtu. Imagjino me këtë çfarë do të shëndon. Megjithëse por
them të drejtën, po të kisha qenë kapiten skuadrë tani, domethënë e para herë të garantoj me jetë që unë nuk do isha dakord me këto lojtarë që kanë marrë që në fillim. Po thushi që kjo nuk do ishte dorën tate, po që do ishte dorëzu. Do ishte dorëzu sepse fol sa dush, thuaj sa dush. Nuk domethënë shoh një tunel i cili ka dritë, valla nuk ti vazhdon ta kërkosh dritën, nuk e gjen, s'ke për ta gjetur për shumë kohë. Sepse kështu është formuar gjëja. Se nuk është normale, domethënë kjo gjë që po ndodh tani është një gjë që ka ndodhur gabime shumë më përpara dhe kemi përfunduar këtu. Dhe po bëhen prap gabime dhe do përfundojnë dhe më keq. Dhe më keq dikush është. Arena Gagaduria. Që këtë vit duket shumë pranë. Domethënë më aq sa po shohim ne, shpresojmë që jo. Thonë drejtën, po nuk shoh drejt jashile fare. Ti ke punuar edhe me ekipe zinxhir, madje edhe të kombëtare shqiptare. A mendon ndoshta që Akademia Brezëri mund të jetë një zgjidhje për Tiranën? Pra të gjej lojtarët tek shtëpia vet. Shiko, Akademia e Tiranës ka qenë gjithmonë ka prodhuar gjithmonë lojtarë. Unë kam qenë vetë drejtori i akademisë atje. Një farë kohe. Ka pas lojtarë vërtet shumë mirë, por ka pas edhe trajnerë shumë mirë. Domethënë, kam pas trajneri im që kam pas unë ka qenë trajner aty, sepse ai është ashtu atë zanot ka. Dhe është marrë me dhe më bëj zemra mal kur e shifsh aty sepse e di çfarë mentaliteti ka. Se ma ka thënë dhe mua. Ja i jep edhe brezit tjetër. Sulmema. Ishte edhe Astida Fizi. Ishte trajneri im ke ekipi kombëtar. Apo shumë të tjerë që ishin aty. Ishin këto njerëz. Domthonë fryma, e kupton sepse mënyra se si komportoheshin me skuadrën, ajo grinda që t'japin në ndeshje. Por aty sot që po flasim bashkë këtë akademia, ka pas shumë lojtarë që kanë dalë nga akademia, por shumë lojtarë. Sigurisht që thash futbolli është fat, janë dëmtuar ose nuk kanë dëmtuar, nuk kanë pas mundësi për të në ekip parë dhe janë larguar për ekipe tjera dhe për ekipe tjera janë sfumuar pastaj. Sepse edhe kjo gjë që po flas tani unë, është i gëshë menaxhimi i klubit. Sepse ti mund të largosh një lojtar për ta dhënë hua, bie fjala në fier, në përvende kategoria para apo kush i merr, po. Byli si merr shumë. Çdo ekip që ti, çdo lojtar që ti ke nga akademia, dhe ti mendon si klub që ky lojtar do ketë ardhur, por do ta jap, se do jap minuta. Se këtu ku jemi tani nuk kemi mundësi. Domethënë, Tirana ekipi gjithmonë ka punuar akademinë, sepse akademia ka të ardhura. Si për lojtar, ndash për lekët që vinë muj për muj. Kemi shembullin e Ernest Muçi që akoma vazhdon paguan Tiranën për transferimet e tij. Kjo historia e Ernest Muçi është shumë e bukur, po nëse nuk pa zgjas mua se gjithë kanë dalë që unë kam çu, po. Është shumë e bukur. Domethënë, i prind harxhon gjatë gjithë kohës nerva, lek, kohë, sakrifikon dhe ku dëgjon për fëmijën e vet. Shkon fëmia deri në 17-18, domethënë me ato peripecit pa fundme që ka një prind për ta bërë çunin sportist. Dhe kur vjen puna me dashme shkuar në ekip parë, duhet si ta bëj? Ka një lojtar që është i huaj aty, që ka luajtur ca vite jashtë shtetit atje, kam fjalën edhe meqenëse është i huaj ai, do të jetë ky. E kupton? Dhe ky debati bëhet jo për shkak se janë lojtar të huaj. Problemi jonë është që lojtarët e huaj dhe nuk kanë ndryshim të kualitet me këta tonë. Ky është problemi ynë. Janë dhe më dobët. Kjo është pse ne kemi si shqetësim, që për gjithë që na dëgjojnë. Pra nuk është problemi se janë lojtarë të huaj që luajnë në Shqipëri. Të luajnë nëse janë shumë të mirë, siç ka qenë njëri Gramozi, mbaj mendun kohë më parë etj. Ka pas shumë lojtarë të huaj që kanë qenë. Por problemi është që gjithë thonin që është gjë erdhi që kam lëshuar. Kubano, Laiga, ka shumë emra që kanë qenë mirë. Po shohim Tiranën me flamurtarin që luajnë me nga 11-10 lojtarë të huaj në fushë dhe janë shumë më dobët lojtarë shqiptar. Dhe kjo është ajo që na shqetëson më shumë. Pra këtu duam dalim, ky është thelbi. Po, sigurisht që kështu është fiksa ajo gjë që the, por inshallah gjërat ndryshojnë, sepse nuk domthon për ekipet për paktën për lojtarët e moshave, kjo gjëja me lojtarët e huaj që janë pa limit në kështu është shumë e gabuar dhe nuk do doja kurrë që të do të kjo gjë kështu. Po s'ke gjë në dorë, mundohu sa dush të thuash diçka, po prap mendoj që ato që kanë vesh për të dëgjuar mund ta dëgjojnë këtë gjë. Sepse gjithë breza janë, po të them, në Shqipëri, në gjithë Shqipërinë, janë diku 25.000 fëmijë të vegjël që stërviten. 25.000. Në gjithë Shqipërinë. Që mund të ketë më shumë, po këtë me statistika.
Nga këto 25.000 mund të dalin 7 ose 8 lojtarë që mund të kalojnë për ekipet e para. 25.000 që më të them nga mosha e vogël fare deri në moshën, më të them që pjesa që janë nga 15 ose 18 e kështu, në për ekipet e rrethave dalin sepse duhet dalin sepse s'kan tjerë. Kurse në për ekipet që janë me emër kanë problem për të fut. Po normal. Sepse ai mund të jetë vërtet lojtar i mirë, po thotë ai ku ka luajtur ky? Ka qenë atje, po ka bëu gola, ka bëu 7 gola. Ose ku diun 40 gola në kampionat. Po ta shohim mirë nga emocionet, ai do luaj. S'do japi atë që mendon. Tjetri dhe thotë, pse më gjen ti më? A kupton? Domethënë ato vinin shohin për nesër. Nuk është se ata ndjekin lojtarët klubet, ndjekin lojtarët sepse klubet kanë skautët e tyre, dhe ai e ndjek 1 vit, 2 vjet, sepse klubi ka shfaq interes për këtë lojtar. 1 vit, 2 vjet e tij e kupton shumë mirë që ai nga këtu ku ka qenë ka shku këtu. Dhe nga këtu të shkojë edhe më lart. Po. Ai e merr moment këtu. Patjetër. Sepse e blen lirë, e merr rrit dhe prapë shet. Investon. Domethënë është biznes, çdo gjë është biznes. Ndërkohë, un kam edhe 2 merazhe pastaj nëse ke pyetje. Kalojmë pak te kombëtarja po. Kam 2 merazhe të shpejta. E para, Tirana problemet ekonomike i ka pasur dhe nga lojtarët që shpesh kanë hedhur në kas klubin, janë bllokuar merkatot e tjerë. Tani unë dua një mendim sipas një legjende, por nga tjetër edhe një familjari. Një lojtar i Tiranës, edhe në rast se Tirana se paguan për një periudhë, do t'ia bëj këtë dëmin Tiranës si rrekoj lekët me gjyq apo t'ia bëj halal për shkak të mbledhjes së historikut. Si dal me këtë pyetje? Do të shpjegoj një rastimin, siç më ka ndodhur. Para se le sportin, kemi pas trajner një spanjoll, Rubio. Këtu edhe e mori bashkia një vit klubin. E mori bashkia dhe kishim rroga normale, kuptimin. Kur me bashkia janë rroga çik thjeshta. Jo, kishte rroga normale, jo të fryra, s'është mund bëhen 8.000, 10.000, ku dëgjoj, po ishin 3.500, 4.000 që shkonin maksimumi. Edhe gjatë kohës që ne bënim stërvitje, luanim gjendja si ishte e mirë skuadrës, sepse prej pecit vetat e si është. Iku, e la bashkia. Një vita, ka qenë, e la bashkia e mori Lidi. Alidi. Uksi privat. E mori sepse mori klubin. E mori atëherë për 18 vjet, edhe se i kanë ngjitur një 2 vjet duket. 18 vjet duket, çfarë më mend po. Edhe ndërkohë të gjithë se lekë nuk u morën. Po. Kaluam që i mori përsipër Halili, si borxh. Lekët e bashkisë të një viti nuk u morën. Nuk i morën, edhe i mori përsipër Halili për të shpërndar. Po të them të drejtën, shumica e lojtarëve, jo shumica, po 99.9%. Ai 1% që jam unë, nuk e kam hedhur klubin në gjyq për arsye sepse unë isha në fundet e karrierës time. Edhe nuk ma bote zemra me hudhë në gjyq, me thonë drejtën. Unë që kisha për të marrë në atë klube i kisha marrë. Titujt, respektin e njerëzve, shumë gjëra të mëdha që më plotësoni si njeri, më kupton? Apo dhe fëmijëve të mi, që janë, unë kam gocën e 21 vjeç tash. Çuni është 7, po kur e shohin njerëzit domethënë i takojnë se është çuni filani, domethënë është gjë shumë pozitive. Domethënë te ka marrë nga klubi im. Të gjitha hodhën në gjyq në federat, të gjitha fituan gjyqin, jo nuk i morën 100% të gjitha, dhe i morën nga 70% e kështu, po unë nuk ma bote zemra, i thash gjithë film të firmos letrën, i thash unë nuk dua të hedh, ma prish emrin fare, nuk i dua fare ato lekë. Një shembull shumë i mirë për ata që na ndjekin. Dhe pyetja e fundit, meraku im i fundit, e përmendë kur luani me Tiranë, me Vllaznin, ishte koha me 2 faza. Tashmë jemi kthyer në 4 faza dhe një formulë shumë të kontestuar Final Four. Sa ka vrarë futbollin ton, ose sa s'kemë keq është. Mund të jetë s'kemë mirë, ë? Shiko, nuk ka një arsye sepse ato njerëz që e kanë bërë me 4 përplasje, domethënë me 4 herë përplasje gjatë sezonit, për mua mos më duket normale, me thon drejtën, po ato nuk e di si e kanë menduar, por nuk është e drejtë. Do thuash ti, domethënë janë 10 skuadra, do në atë kohë kemi qenë 16 skuadra. 16 skuadra me 2 faza, vajtja ardhi, po ishte kampionati ishte blind, s'kishte as shitja as blerja, jo kështu, jo ashtu, domethënë ka qenë, ka pas tolerime.
Po jo shitje blerje. Do tolerimi kuptimi që do dash ti dhe për dal kampion dhe që do të zihem unë me ty. E kupton ose ka dhon ky kaq lek mu që të pengoj. Si çdo të çdo kampionat. Edhe me Florida kishim ulu edhe se nuk e botën dot ai. S'kan ai ishte në niveli. Po që për mua do isha shumë dakord të ishe me 2 faza kampionati. Jo se kam, se mbase jam dhe nostalgjik në pjesën e asaj kohe atje, po me 6 me 2 faza. Po ka qenë më e drejtë për drejtë gjëja. Ka pas më përplasje, më grind, kampionati ishte më i bukur. Unë kam përshtypjen jep dhe më shumë rëndësi sfidës kur e luan sa më rrallë. Pra kur ti luan Tirana Partizani 2 herë në vit, i jep shumë rëndësi se ti kur e luan 6 herë. Ti lu Tirana Partizani, të gjithë marrin lek. Klubet marrin lek, stadiumi merr lek, njerëzit bëjnë biznes, shesin bira, qofte, ku diun, çfarë këto. Gjitha shaje që shitin jashtë. Pra është, domethënë është diçka më taluar sa më rrallë, është më e bukur në mendimin tim, por mbaj mend një ndeshje që luajt. Sporti është biznes, po miku im. Sporti është biznes. Dhe biznes duhet të bëj biznes, pse mos ta bëjmë të bukur? Po. Gjithë duan biznesin. Plus edhe nëse zgjeron me 16 skuadra, i zgjeron dhe gjeografin e kampionatit shqiptar superior. Jo, me 16 skuadra do të thotë që sepse me 16 skuadra i bie që ti të kesh 16 skuadra, do të kesh 16 stadiume. Po. Edhe kjo është e vërtet, po. Po pra, domethënë 16 stadiume ti po ti vesh re. Edhe me 10 nuk po i bën dot stadiumet. Po ti vesh, jo, shiko, gjëra po rregullohen, nuk rregullosen se po rregullohen. Paktë me pjesën e sportit janë kjo pjesa e ku është Tiranë, Durrës, Kavaj që po bëhet stadiumi, do filloj stadiumi. Po, Kavaj po. Do bëhet stadiumi Dinamo, Samasi. Elbasani e këtë bën, Korça e këtë bën. Shkodra është e bër. Fieri është ashtu siç ka qenë, por prap ka një nivel të mirë gjës. Ka qenë superiore domethënë. Lushnja thonë do bëhet, se kanë një plan ato. Vlora prap thonë do bëhet, se ja ku bën, e kupton? Sepse Kuksi e ka, s'ka bërë. Kuksi e ka. Po investohet për këtë pjesë. Por kjo skema me kadër, unë s'e kam dashkuar, sinqerisht edhe s'më duket fare normale, sinqerisht. Elvis kalojmë pak vetë kombëtare shqiptare. Po afrojnë imit ato 2 javë që kombëtarja ka ndoshta pjesë më të rëndësishme këtyre eliminatorëve. Si e shikon? Mendon që kemi mundësi reale për play-offin? Nesër me Serbin ishte një dhuratë nga Zoti. Edhe merita e lojtarëve patjetër, ëh. Po dhuratë nga Zoti për ne që ne shpresojmë për të shkuar atje. Nesër me Andorrën. Nesër me Andorrën shumë e rëndësishme. Të duket sigurisht është e thjeshtë sepse Andorra, që thoni ka kamarierë, thonë pa ka kështu, ka që punon në llaç. Po, ashtu është. E kanë futbollin profesion dytë. Nuk e kanë dorë të parë futbollin, por që është skuadër e cila prish punë. Pastaj edhe lobimet majtas djathtas prishin punë, sepse Serbia nuk e lë me kaq. E kupton? Sepse se s'bo. Me Anglinë ti e ke sa do të mundohesh ti me Anglinë, është Anglia. Jo se ne, shiko, ne është çështje besime ose ti barazimin po të them mund t'ja marrësh Anglisë. Se bosh autobus aty dhe po puna është sa do mash. Neshe, domethënë gabimi që kemi bërë ne ishte neshe e barazimit me Letonin. 1-1. Ba. Domethënë ai gol që kemi humbur në pjesën e parë, minutë fundit pjesës së parë 46, 48. Gol akcidental komplet. Një gol që domethënë as vetë duke qenë si ish lojtar që kam luajt vet, nuk e kuptoj se si ka mundësi të hyjë ai gol. Nuk e kuptoj, domethënë ishte një hutim i momentit. Se domethënë ti është pjesa e parë, se mos harro. Pjesa e parë dhe ti thua do kërcej njëri ta ka të largoj. Po që aty fillon ajo që ti s'duhet ta lesh. Vlen të përmendet që është goli i fundit që ka pasur Shqipëria, për 4 ndeshje. Po gjunaf, për një mosvëmendje, një gjë të pa mos përqendrim të asaj gjës aty, ti ishe 1-0, filloje prap pjesa 2-0, do mundosh të bësh gol, por prap ishe rahat me 1-0. Ishe i qetë. E bënë 1-1, ato biles rrezikun prap, kishte prap raste për të rrezikuar. Ja, ka një lojtar aty që ngjan me ty, cili duket në lojë më i ngjashëm. Jo. Domethënë si mbrosi datë që më gjeron. Nuk ka ne, që mund të më gjajë më të paktën si domethënë hysa që u bë ka nuk di sa ndeshje bëri. Në 93 bërë se domethënë e kaloi ca në emisore 94. 94. E kupton çfarë thotë? Po një koment pa Mario Mitajn, sepse shumë, si ansor që je, shumë e vlerësojnë Mario Mitajn. Shiko,
Unë kam qenë zëvendës trajner te Gushta 17 dhe kam marrë mitën e kam pas lojtar, se unë kam qenë zëvendës trajner bashkë me Elvin Beqirin. Elvin Beqiri ishte trajneri i parë, unë isha zëvendës trajner sapo pata marr licencën atë kohë. Edhe fillova si gjë për të marrë eksperiencë, sepse Mario Mitaj është një çun nga Shkodra, Shkodran, i cili ka lindur në Shkodër, ka ikur i vogël në Greqi, është rritur në Greqi, dhe ai mendjen e kishte për Shqipërinë. Ai ishte shumë adhetar, e jashtëzakonshëm. Më ka bërë përshtypje. Se ne jemi këtu edhe ne s'bëjmë dot ashtu, asnjë se bëj dot ashtu. Si ishte ai. Shumë adhetar, për lojtar. Ishte edhe Kene, kapiten skuadra. Tek mosha, 17. Dhe atë si lojtar e ka gjetë kroati që punonte në federat. Mos e Danović. Ai e ka gjetë si lojtar, ai ishte mjeshtër për gjetë lojtar. Ai ka gjetë disa lojtarë tjerë, po pastaj hyn gjëra tjera që nuk s'ma pëlqen t'i them, por ka qenë lojtar më shumë të mirë. Kemi edhe një pjesë fundit, bëjmë një lojë. Ti si çun kryeqyteti që jetë, kemi gjetur 3 ekipet e kryeqytetit dhe do bëjmë ca pyetje dedikura për ato. Tani parë se të fillojmë këtë lojë, kemi dhe një të ftuar special që nuk e dini që do na vinte. Dalt, përshëndetje. Ç'kemi? Tani, me Tiranën apo? Po. Elvisina është babi jot. Ti. A është lojtar i mirë apo jo? Po. Ti e ke parë luaj futboll? Po. Çfarë mendimi ke për atë si lojtar? Bëjtë të jatë shumë mirë. Mbrojtësi të shumë e mirë. Po si baba? Akoma dhe më i mirë, a? Po. Bravo. A do bësh aty lojtar futbolli kur të rritesh? E do më berber. Berber? Okej. Tani, ne me babin do bëjmë një lojë. Babi ka luajtur më shumë me Tiranën. Ka qenë dhe pjesë e Dinamos për sa sezone? Një sezon. Për një vit. Për një sezon me Edhe Dinamo. Barbasani një vit. Po se çon kryeqytet dhe bën ca pyetje për të treja skuadrat, ai do përgjigjet. Tani Po, fillojmë po, më fillojmë. shumë ti dhe nisë ti. Cili është ekipi i vërtetë i kryeqytetit? Nga ato 3 që ke aty. Po ç'a thua? Këte edhe ta ngulin mirë ta. Cili klub ka tifozërinë më të mirë? Tirana ka tifozë më të mirë, sepse Tirana gjithmonë ka qenë ekipi i njerëzve të thjeshtë. S'ka qenë as I ushtrisë, klubi i ushtrisë, as klubi i policisë. Kështu që më ka qenë mirë. I bëri Argumenti qëndron. bëri edhe dy kundër sulme edhe doli përpara. Ka qenë ekipi i njerëzve të thjeshtë. Cili nga këto klube është më i përgatitur për të ardhmen? Dinamo. Shkon Dinamo më mirë pra. Të paktën me ato që kemi këtë Shumë sezon. më mirë sepse njoh presidentin, njoh stafin, njoh dhe trajnerin. Janë shumë serioz në gjithë punën që bëjnë dhe bravo i qoftë. Është një siç duhet të ecë një klub. A mendon që janë për momentin klubi më model në Shqipëri? Bashkë me Ignatian. Bashkë me Ignatin. Shumë jam dakord me mendimin tënd. Po ekipi më i urryer për rivalitetin. Pa ti e di, Ja dhe Partizani. ti e di që shiko, di pse ekipi më nuk është puna e ekipi më i urryer, sepse është një fjalë, kjo është një fjalë që e cila sikur ti ngëllon keq. Është një ekip që mua domethënë po të më thonin që hajde ke Partizani ta shtojmë me Floriu nuk shkoja. Jo. Jo për zotin. Do i thoj jo. Ja, për kokë çunë. Edhe si lojtar, edhe si Ore, kështu. fare nuk ka shanse, fare si trajner, si lojtar, jo. Baba ki fare. Është shumë nuk e se dua fare si klub. Do njerëzit i kam shokë kështu, po si klub se dua. Me cilin nga këto ekipe ka qenë më e vështirë përballja? Partizani. Tirana Partizani. Edhe me Dinamo sigurisht ka pas rivalitetin e vet, po me Partizani ka qenë gjithmonë ka qenë rivaliteti më i fortë. Dinamo ka qenë gjithmonë një skuadër e cila sigurisht ka objektive të veta, por nuk ka dhënë atë emocion që ka qenë me Partizani, siç ka qenë me Partizani. Ku ke ndjer më shumë respekt si kundërshtar? Unë prapë them që të thot Partizanin. Nuk e di pse. Nuk mendoj që. Ku ka ndjer më shumë respekt? Si kundërshtar. Pra kur ti ke zbrit në fund si kundërshtar, por e ke ndjer që ka pas rivalitet, ka pas përplasje, por respekti ka qenë aty. Dinamo. Te Dinamo. Ka sinqerisht Dinamo. Me sinqeritet tham Dinamo sepse
Jo se me Parizonin s'ka pas, po me Dinamo ka qenë më i afërt me lojtarë që luajnë me Dinamo. Edhe ke qenë pjesë për një vit, kështu që i njeh më Shumë shumë. pak me Parizonin, se Parizoni kishte Jabanxhi më shumë, kupton, tek këtu ka pas shumë. E ka kurdo që këtë përgjigje ka dhe një kujnë për Partizan. Ka dhe një kujnë aty në mes. Po nuk shkojmë të pa një kujnë. Po, është e bukur. Cila nga tifozëritë e përjeton më keq humbjen? Këto dy ekipe nëse humbin, tifozëritë përjeton shumë keq. Po. Të dy e bashkë. Të dy e bashkë. Është pak ideja që nuk pranojnë shumë humbjen, po. Nuk mund ta ndaj dot sepse unë e di ç'do të thotë humbësh i derbi. Edhe si lojtar, po edhe si tifoz edhe kur shef neshin, kështu që vjen keq. S'del dot rrugëve. Po Cili nga klubet mendon që ka patur ndihmë nga arbitrat më shumë? Është Kjo pastaj ka të bëjë shumë dhe me vitet, të duhet të kuptoj me vitet. Për shembull, atë vit që doli Parizoni kampion, ka qenë Po thot për rastin e Kridens Metës në ndeshjen e Rogozhinës. Se ja u them mos e keni merak. Kridens Meta Për penalltin që dha atëherë. Që ishte do të më bëhet punë. Kështu që domethënë varet me vite. Do të thotë kur del kampion kështu për shkak të Rave Parizoni 5-1 në Erel Benja. Doli kampion. A kupton? Tash si i bie që do më pa vit çdo vit, domethënë sepse çdo vit ndryshojnë gjonat. Mendojnë të dalë kampion Tirana, Parizoni, Dinamo apo Ignatia. Apo Flamurtari, apo Korça. Cili ekip nuk e ka merituar ndonjë titull që ka fituar? E morëm pak përgjigjen e kësaj para. Pak a shumë e prita pak. Titulli i fundit i Parizonit, domethënë jo se është Parizoni, por titulli i fundit i Parizonit ka qenë i dyshim. Po. Ka qenë kontestueshëm shumë sepse nëse me kë lut me Bylisin lutet Tirana atë ditë? Cili klubi respekton më shumë legjendat e veta? E bukur kjo. Askush. Bravo. Asi janë këto tre klube? Më pëlqen shumë si ke thënë. Askush, domethënë mund të them askush sepse aq sa kuptoj e shoh etj, por që mund ta përforcoj pak Dinamon. E kam pa që i mbledhin një pak në president që është tash. I kam mbledh njerëzit, domethënë kur bëri ekipin, u doli kampion. Se për shembull ka dalë Tirana kampion. Tirana kampion ka bërë me tifozë lagjes, apo? Dalë ato ka Parizoni, ka dalë kampion, por s'ka më një, i kanë qenë ato klubit aty, kanë bërë festa kështu. S'ka të lezetë. Dinamo ka qenë ndryshe. Dhe pyetja e fundit. Nëse do ishte trajner sot, kë ekip do merrje për ta ringritur? Ose për ta nxjerrë nga halli, ose nga këto tre skuadra kryeqytetit. Fillim sezonit thotë. Se tash zgjidh vetë periudhën. Ose tani që ka tranosen këta dhe bën merkato skandaloze. Jo, nuk do pranoj, domethënë gjëja e parë që një trajner bën është që do bëj klubin. Tjetër objektive e klubit për kategori, për net kategori, për të kap mesin në tabelës, apo për Europën dhe për kampion. Apo dalësh kampion. Dalësh kampion, do trofë. Do ishte të treshë kaçë e parë. Po që treshë kaçë e parë, çka ka? Ka një problem që do ca lojtarë që kanë vlerë. Ai lojtari që ka vlerë nuk do paguhet. Po. Do ka shpenzime lojtari që ka vlerë. Do paguhet, do marrë shtëpi, do ketë makinën, çakullim, do ketë njerëz të ty që do punojnë me të si është. Po trajneri do ketë stafin. Stafi do trajner atletik, do trajner palestre, do do mazhatorin, do 2 mazhator që të punojnë mirë ato, do ushqimi që lojtarët kanë ushqimin atë që të them unë. Atë që du unë, ashtu që thot doktor, jo unë, tamam, po atë që thot doktoratura. Do marrë, do vini mirë në klub në orën 8, në orën 9 po them, jo në 8, po në 9. E do ikë nga klubi në orën 5-6 masdite. Në 6 masdite është me GPS. Po. Në shtëpi. Ose do pi një kafe me familjen diku jashtë. Kështu funksionon një klub profesionist. Ka GPS. Po kupton? Çdo lojtar që paguhet mirë, ka GPS-in, do e marrë me vete, jo me lidhje koma. Do e marrë me vete. Edhe është i vëzhguar ka njerëz klubi që vëzhgon se çfarë bën lojtarët e vet, sepse presidenti po paguon. Që të ketë performancë sa më të mirë, do të bëjnë këto gjëra. Do të haj mirë këtu. Ti edhe paguan lekët. Edhe jep me hongër këtu. Edhe i ke dhënë dhe makinën se sponsorizon X apo Y. Ke dhe shtëpinë atje që paguon klubi. Edhe ti ke për të ty vetëm me hongër, me pi, me bë regjim. Edhe me lut mirë. Me let me familjen, me lut me karamelët tuaja, që kupton se më ti je beqar, më do rish me dashur të çfarë si ka. Je beqar do rish me shokët e tuaj. Po.
Kështu funksionon një klub profesionist. Për të paktën për të pas një ecori të mirë. Duke ne është jo kështu po. Triqe mos e kaput. Domethënë që nuk ka si gjon të rezi në lidhje me pjesën e klubit që duhet të jetë Si duhet të jetë, si të funksionoj. Elvis, ne bëm një bisedë shumë gjatë, tham shumë gjëra dhe të falenderoj shumë për gjithë mendimet e tua që dhe ishte vërtet një kënaqësi të kishim këtu te emisioni. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, është shumë kënaqësi e madhe që në momentin që mora ftesën dhe kam marrë kënaqësi më të madhe. Edhe suksese. Darti, them mirupafshim atyre që na pan. Ja bëjmë kështu mirupafshim bashkë. Mirupafshim. Na shihim herën tjetër thoj prap. Kur mos jetë babi, po ndonjë tjetër prap, okay? Ciao. Ándale.